Identitek ka informuar qytetarët se për shkak të ditëve të festave zyrtare gjatë muajit mars janë bërë disa përshpejtime në datat e tërheqjes së dokumenteve biometrike për qytetarët që kanë aplikuar me procedurë standarde. Sipas Identitek, ky ndryshim është bërë me qëllim shmangjen e vonesave gjatë periudhës së festave. Identitek thekson se pasaportat biometrike dhe kartat e identitetit, aplikimet për të cilat janë kryer në disa data specifike, do të mund të tërhiqen sipas këtij kalendari. Aplikimet e bëra më 2 dhe 3 mars 2026 do të mund të tërhiqen në 12 dhe 13 mars 2026. Aplikimet e bëra më 6 dhe 9 mars 2026 do të mund të tërhiqen më 18 dhe 19 mars 2026. Aplikimet e bëra më 10 mars 2026 do të mund të tërhiqen më 19 mars 2026, ndërsa për zyrat në rrethe më 24 mars 2026. Identitek u rekomandon qytetarëve të planifikojnë tërheqjen e dokumenteve sipas këtij kalendari për të shmangur pritjet dhe për të siguruar marrjen e dokumenteve në kohë.